Shumë nga problemet tona të përditshme lindin jo nga gjëra të mëdha, por nga fjalët e panevojshme dhe ndërhyrjet e kota. Profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, na mëson 2 rregulla, të cilat nëse zbatohen na sillin qetësi dhe shmangin keqkuptimet. Ai ka thënë, nga bukuria e Islamit të një njeriu është që ai të mos merret me gjëra të cilat nuk i përkasin. Këto fjalë janë si një udhëzues që na tregojnë se ku të përqendrohemi dhe çfarë të lëmë pas. Mos humb kohën me gjëra të cilat nuk të takojnë, me çështje të cilat nuk kanë të bëjnë me jetën tënde. Po ashtu profeti ynë ka thënë se kush beson Zotin dhe ditën e fundit, atëherë le të flas mirë ose të heqt. Fjalët janë pasqyrë e zemrës tënde. Nëse ajo është e pastër, atëherë fjalët do të dalin të mira dhe të drejta. Por nëse brenda kemi zemërim apo smir, atëherë fjalët do ta tregojnë. Nëse secili prej nesh do t'i zbatonte këto rregulla, atëherë do të kishte më shumë qetësi, më shumë drejtësi dhe më pak konflikte në shoqëri.